Edi Rama duhet t'jap me njërë dorëheqjen. Ai po konsumon çdo orë, çdo ditë që qëndron në detyrë grushtin e shtetit brenda shtetit. Në një akt antikushtetues, tepër të rrezikshëm, ka paraqitur amandamentin Rama-Lubia, Rama-Balluku, me të cilin kërkon t'i jap ministrit, t'i jap zëvendës kryeministrit dhe kryeministrit atë mbrojtje që kushtetuta nuk ja ka dhënë. Mirë po, ka një parim themelor të sankcionuar në frymen dhe germen e kushtetutës, sipas të cilit, për funksionet kushtetuese të organeve, atë që nuk ka dashur të bëj kushtetuta, nuk mund ta bëj ligji. Kushtetuta nuk ka dashur të mbrojë kryeministrin, ministrat dhe kontrollin e lartë të shtetit nga pezullimi. S'mund ta bëj ligji. Kemi të bëjmë me organe kushtetuese. Kryeministria është organ kushtetues. Kontrolli i lartë i shtetit është organ kushtetues. Ministrit janë organe kushtetuese. Nuk mund të japish kurrë mbrojtje tjetër përveç asaj që i ka dhënë kushtetuta. Jo, sepse është tejkalim flagrant i kushtetutës.